Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima Milk Produkt, Kuqi Transport dhe Mish të Shemsi. Përshëndetje miq të Sport Podcast. Rikthehemi si çdo të mërkur me tjerë protagonist fushës sportit dhe ata që kanë bërë histori në qytetin ton dhe jo vetëm. Por para kësaj nisje, ne duhet të shprehim edhe një falënderim për gjithë sponsorët e këtij emisioni që ne na ndihmojnë dhe po na përkrahin për të rritur nga dita në ditë, duke vijuar me Gushta Events, Shima Milk Produkt, Kuqi Transport dhe Mish të Shemsi me dyqanet e tij tek Zigzaku dhe po ashtu tek Begjisteni. Për të rikthyer tek figurat që kam sonte në studio, një emër i njohur, një emër legjendar i vllaznisë së viteve 70, një mbrojtës i hekurt, një nga ata që ka lënë historinë, duke u shpallur edhe kampion me Kuqebut dhe po ashtu një figurë shumë e respektuar në qytetin ton, profesor Rauf Çanga. Një kënaqësi të kem pranishëm sonte në studio, profesor. Bravo. Gjeda. Një emër i madh, ndoshta një nga më të vjetrit ende aktiv pranë vllaznisë. Po. Me fort tash i për vllaznin duhet shumë, se është emër i madh. Kam fillu karrierën me të rit, me Ornes Europionin, me atjerë më avon, me Xhelal Jukin. Me të rit. Një kampionat kena lujt me të rit, atjerë kalume me, janë qytet e rezervet, janë qytet shpresa më avon. Zëvënsu me Esatin, Zanin edhe Selamin, kalurin me ekipin e parë, në të resha që ishim unë... Përmendi edhe pak me mbema të lutëm se për publiku. Me kishim Xhelal Juken të rënjerë, një emën i përmendën, i të rënjerë i shumë, respektushëm. Kalume dhe 10 vit, atyre ka kenë me mosha, ka djeg mosha dhe ke kalu me shpresat. Rezervat i kanë qytë atyrë, ma bukur e kanë qytë shpresat atyrë ma vonë. Aty të ishe molekulaturë ekipit parë, kishin nevojt mërshin. U vrate kush, afroshin, o këtë ne, ishte rezervë, jem me majtë si janë tash, për shembull, ekipi i parë, mund keni 22 vetë, atër kanë kenë pak, 15-16 vetë, pjesën tjetër e kanë marrë nga ekipi shpresa. Kjo kene e që. Edhe, ardhi kohë atër me shku ushtarë, shkohën 63 në shtarë. Në Elbasan mora çantën me vedi, të me nusë, për lasë atje më kërë me ekipin shpresa, shkumë atje karantina i herë nëjme, ja 2 muj, atjerë ishte të fik Gjelili, ka kënë tifozi i marum i futbolit, por ishte edhe e kishen mikësyrje këtë ekipin e Labinotit, edhe nda në leje për me lujt me ekipin shpresa. Kam lujt me ekipin shpresa, por mërshin edhe rezerv ekipi Elbasanit, kur mungote në kosh në stalë aty, por nuk kam lujt në herë me ekipin e parë, me i Bershimat e kanë kene dhe stringa Jorgaqen, rritarë të mëdhej. Atëra, mas i marrova vitin e parë, shkova në kategorinë e dytë me shkuminin e Peqinit. Atëherë fillova të amand. Aty nisë. Me lujtë futbol të amand, në kategoria e dytë ishte lujtë, ishin ekipet mira, ka kënë kjo Durësit, se kanë qytë këtë... Lokomotiva në atë ko. Ja, ka kënë legalitet që si qytet i vogël. Ngoj e ka mërë dhe kena fillu me arru. Erzeni Shjakut. Ka kënë ekipi mirë, ka kënë edhe në qytet i Stalin, ekip që i konkurote. Kategorit 2, pa naftari. Por në kena zonë vend 2, të rritë asjerës, nuk kam darë kampion mata. Aty ishte, dhe me thonë që mas me lanë futbolin, si ti mund të shka shushtare, clet futbol dhe tjerë, hajde këthejo në Shkodër me lujt, e me keme lujt. Shkodër a fillej me e marrë vedin, se në të kohë erdi Skënderja Reci. Mas i marrova ushtërin, bana 1 vjet, edhe kam lujt me Shkumini 1 vjet, pa pushim kategori 2, a jam dha mu e corin. Të më dhanë, kur ka marrë, jam njërun, kam kenë me stërvidje, sa ka marrë, më ka marrë Skënderja Reci, me dalë në stërvidje, më futi edhe në farmacion, sa babizi ishte atër fillestare dhe lotën 1 kra, unë më letën në qendër aty, me shpërda topët. Në i Skënderin ja 6 muaj më duket,
erdhi urni me marë Dinamoja. Atëra erdhi ishte Rifat Rusi me ko Tonini e këta. Ja, Tonini ishte lanë Tonini Karaja, por Rifat Rusi edhe iku Skënderi erdhi Gjudet Shfaqiri. Një trajneri ndershëm, kishte studiuar në Bullgari, kishte shumë ditonin në futboll, me ata skemat e tia, me ata njëri respektueshëm. Ai ka ndaj 13 vjetë trajner. Unë kam ndaj me atë, dhe më dhanë 65-in, fund 65, deri në fund 73-in. Me Gjudet Shfaqiri, atëherë e ka vazhdu. E ka lanë të vëjtën, pa të karrierë gjatë 13-14 vjetë. Edhe vazhdoj atëra, fut në formacioni aty në mbrojtje, herë në sulm, herë në kratë majtë, herë në kratë djathtë, se Vllaznia kishte ekip lojtarë të mirë që ishte zorë me canë vend. Për të zërë formacionin. O do të puni, o do të ashu. Atëra morën Sababizin ushtarë, 3 vjetë. Kam lujtë në vend Sababizit 3 vjetë, mes fushorë. Më ka herë edhe me majtë edhe këta lujtarë, japanejat panën e Kariqi, Merhoret, me gjitha Gjove. Emra shumë të njohur. Ai Zau, ka kënë edhe futbolisti famshëm. Me këta jam marë. Ai i Kosht e ka pas, ai Pilika e. Me këtë e kam vazhduan edhe se atëherë u vrava, u aksidentova, bane operacion gjuni, na e 6 muaj pa lujt. A jam i fijen nikoj pak, tha që ta lan futbolit, tha Gjudet Shfaqiri, hajde me mori, se e kisha edhe kujshi, vazhdoj edhe futbolin. Lujt atëherë edhe 5 vjetë tjera, deri sa erdi. A mban mend ndeshjen e parë me Vllaznin? Ndeshjen e parë me Vllaznin, të shi janë vite shumë. Ose emocione që përjetove? Neshe me Kavajin aty jam vraune, puta minisun. Të ban neshe, Çapaliku ishte aty, unë kishe topin, si tash, Bërtiti Çapaliku Verov, ma hell topin, hedhe, unë të menu se për eshte, bana një këthes, e një vëtë, po tak. Neshe luajnë Kavaja për në Shkodër? Shkodër, neshe në Shkodër. Dole është hina dhe erës mujta, atëherë kam lujt një ashtu, me frikë, si me thanë, herë rezerve, herë, hajde për shkojmë në razën, në thethe, se të banë mirë, thote Gjoda, por gjuni ishte për më bëmë operacion. Shkova atër në Tiranë, Plum Karagjozi më bani, tha dhe të bëjmë lujtë futbol. Unë ishe i ratë, që ja, me i thamë, s'kem qales ma futbol, me do në të operacion. Papa tha, dhe të lush. Ma kryu i operacionin kamen e majtë, na edhe ja 2 muj, 3 muj. Mirë po, fillohë me lujtë aty në Rrugicë, Gjudet Shfaqiri në kishe në apartament, shef të lujtë mua aty. Kur vjen ullit poshtë dhe të roftet, sa letë të hale që t'jenë në stërvitje. Ja marë, tha, papa hajde atje. Lujta edhe 5 vjetë tjera atjerë me Gjoden. Gjoda vazhdaj atjerë. Historie veçantë kjo, historie veçantë. Ebe kishe vendosur që do e lije futbolin. Gjuni mla, që nosha dhe i fije, edhe ma tepër të tje pshevitit se i kam përdor mirë 2 kam. Nuk jam dalu, hiq si e majta si e djatha. Ka kënë merita. Edhe pjesën dërmuse ka majtë këta lujtarë që ti thaqë. Unë e hajrë, këna majtë shumë. Lujtarët e famë shumë. Hajrola Leka, ndjesë pas. Me armandi, lujt me Korçën. Kena gjujtë, thote, nuj pas të ramet. Aje ka majtë mëndë se ka lujt edhe ale aty. Terreni vështirë. Si kësa e herëtje, pa ishte me bartë. Terreni mirë ishte që lujten këtë shtune, kur lujten para 3 ditëve. Dhe që i math ka gjujt, kena gjujt 24 korne. Korç. Ishte ai Denella portier. I shtyll. Fut dini me krye, Sabaj, u bon shtylla, tonë balte madhe, logje. Menëmën edhe na morën 0-0, na morën 1 pikë.
unë kam rujt Aleko Pilikën, as 3 herë s'ka ranë top, që bante loja në 16 qëtyni, s'ka nëllë në herë. Edhe na morën pikë zero. Atë ty shku jam nesh me kavajen, i ka thonë, ka pas kavaje marë, më duket mëse 2 jave. O, që keni me heki, kanë thonë, që na kanë ba, shkodran, ne në Shkodër, me mëndë, ja, Erman, atjerë u mushtë dhe stadiumi, marë, bërtit, banë. Na morën pikën, i ta janë shumë gjane që na, kena pasë dhe disfata, kena unë me Dinamën e Partizanin. Kush ka qenë ndoshta një kundërshtar, pa kaluar të këshokët, po një kundërshtar që ishte më i forti ose që të kalon bresat mua? Lojtari fort, Panajoti diskutohet që ka kënë asë lojtarët më të mirë që ka pas Shqipnia, unë i ka majtë edhe vetëm një herë, Malane në ditë, edhe a ishte edhe ndoshta ka fundi i karrierës ti edhe nuk e kishte ma atë fuqin, i ka pas një start që se ka pas kërkush. Barti ishte unë me maje këpuq, më ndoshën me a hek topin. Atërë më dha dorën, se u dame më duket 0-0, më duket të kam harru të shi. E më dha dorën Panajoti. Por qitë të punë ka kënë Kariqi i Kavajs. A i bate këthesët në vend, da kap të topin, a i ka kënë lojtari më i vështirë për me majtë. Ja, unë pa hajrë e tjerë, të ka po kënë edhe Merhori, me gjitha gjihut titular. Aleko Pilikën e kam majtë, pavate. Emra shumë të njohur të futbollit shqiptar. I kam shku gjithkund brapa, se me dhani ka të punë kam pas. Markues numër 1. Me maje këpuqit, ja me pas përkata e gjana, por me maje këpuqit jo hekshë topin. Me elegancë. Ja, falë s'kam bakur, ja. Po ke qenë mbrojtës, si ka mundësi s'ke bërë falë? Ja, 3 penalti kam ba, një penaltime me gjithë Pastra me të Svadurë, të lujtë në Vlonë, i bjen Paulini topit në ajrë, unë të i hedhë, me ma gjidin vjen Suati Pastra me e më bjen mund shpinë, e më hedhë në topë. Ma gjidi del mrapa edhe shkan topi drejt 16. A jurë zonë njësa në vrap, s'mujda mi zanja futa shirmë, pëllandi, e priti Paulini atë pëllandi. Edhe 2 pëllantirë me ka vajin i rash me dorë në banë në gërë, edhe me Beratin, 3 pëllandi kam banë jatë. I bake ben shumë mirë. I bake ben shumë mirë. Po ato shokët e tu të ekipit, sepse ke qenë pjesë ndoshta vazhdim më të mirë të historisë. Ato shokët, si ishin lojrat mes jush kur ndesheshit brenda grupit? Është kënaqësi e madhe për mu, që kam lujt me ata lojtarë të famshëm që ka qitë Shkodra. Të fillu 4 shetë që janë kolozet e futbollit shkodran. A dhe në Shqipni, të fillu për Zan Ragamit, Din Zhega, Sababizi, edhe Paulin Noja, se i more si mosh, Zani djetë ma mjeshtër i gjutjeve të lira, i shenu zgola shaka një mes fëshorë, që në mos kur ishte i lirë që nuk mate kënë, bate gola, Din Zhega i ajrit, gola me ajrë, bate gola me kry. Sababizi djetë ma se ka folë, i madhe i Bakenbauer për te, i ku shaken, lojtarët ma të famshë që ka qitë Shqipnia. Për portierin Paulin Noja, i fjarë ka forë Gjelal Juka, kene kënë në hotel të uta, grumulloshim aty. Të diskutu punë futbolli, erdi Gjelali, e kishim goj punë portierash, vetë se tha si të shekam. Kanë me kalu 40 ose 50 kja është më punë 71, edhe s'ka për të zëvëndësu Paulin Noja, edhe kanë kalu 50 vjetë e ma tepër, ala s'ka dali portierë për me zëvëndësu Paulin Noja. Kështu me ndonë edhe ti? I kudzimshë, një synë, a i kishte një veti që topët afer i pritte, no shalerk edhe ka hamër gola, për afer a i ishte matëse, si i thojnë ata anatos. Kjo a kënë Paulin Noja. Kënaqësi e madhe që kam lujt me këta lojtarë të fanë. Atyre me përmend Selamidani një gol e shenus,
i në Rumë që pat Ai moshatari juaj. Selami një vjet jena me te, lujti deri në 72 lujti, ka bon gola me kry mjaft, nuk i ka lanë Gjamangut din Zheks, të dhe dini ka keni ajrit. E la futbolin Selamia, i gole shenus, bile tash kena pas një rast që pat 83 vjetorin, në është trajnjim shu, koktej, me i fjallë, lejtartë, të fillu për i Shabaligut, ale i djathë, ardhja Skënder i Recit e bani vllaznin, në që se ti jem rojtës, jem i ratopit, se për pari ka ratopit, tanë fuqishëm ku ka shku. Thjesht për të larguar. Skënder i Reci e morë topin, i thotë e ty në mërojtë, se me ndodec edhe kemi shku me centru, a i zoti me banë dhe gol. Ashtu filla edhe Çapaliku, edhe me ndodete me dalë me krusu ati në korne. Këtë që i vuni vullin, ishte Zmijani që një kafuj, që ka pasë i kafuja, e ka të zëvënsuk, original kret lojën e ti. Zmijani ka kënë një mbrojtës i në Rumë. Ju po jepni merita Skënderja Reci që zbukuroi lojën e Vllaznisë. Skënderi pruni frym të re. Filloi me fut elementari, edhe të rritë Skënderi ndoshta do të kishim ecë edhe më tepër. Por Vllaznia kishte sukses. Kishte. Sepse fituat kupën, fituat morë me i kupë, ka kene e kupa e Republikës, atëherë dhe në 72-shin s'kena marrë gjanë. Kena darë në finale, me Partizanin e me këta, por nuk kena marrë kupë. Kupë kena marrë, kena lujtë me Kavajën që i bani Zani 7 penaltit. Penaltit e famshme. Penaltit që ka me në historia jo. Edhe kampionatin fill në Tiranë që rame atë studentin, 4-1. Kupë e kampionat kena marrë atë. Po ishte brezi i parë që mori kupë dhe kampionat. Ishin të shipa, ishte kënaqësi për medalja shtetit. Tash si bjen mend kërkuj, shkaj filani nuk bjen mend ku ka shku, se a ban lirë shumë pa atër ka kënë një gëzimi mëth për medalja shtetit. E na përjashtunin. Se nodhja ja konflikti me volejbolin e Shkodrë, që ose e mend banin diqati në Kosovë, ato zbanin ja pa në runin, fanela, diqa këshu qanta, diqa, edhe mardhanit si ishin të mira atër, me si me denu volejbolin, denunin ta në klubin e Vllaznisë. Ne kishim me lujt, do në kampion me lujt me Rapidin e Vjenës, në aprunin atë divizin e tyne, fanelet e të mathjet, para më thanë, 20 ditë për para, di që si të harrej. Edhe unë isme në razëm me ba përgatitjen fizikë. Prej plazhit shkoshim në razëm. Një sërvitje baja këtë randë, kur pa vjen urni, më u këthy në Shkodër. I thëmë ty në shokë, i thëmë, a thuash, afru data ndeshjeve, që në dishim që është me 15 diqa kështu. E me në futin në hotel Adriatik, hashim aty e fleshim në stadium, kur prap edhe i urdhën tjetër me hangën në klub. Atjera, ta qëto, në amledhe në klub, ka kënë qëtës Franja, si në krytar, ishte në duhet, ju kënë amledhe, thosë, nuk do shkoni. Nuk do shkoni dhe da denin punë. File unë i thaq, me danë punë, është një sejtë si me danë punë, si me banë stërvitje paradite, ja tha qanga, je apolitik, më tha. Bana, e kja ishte atërë. E ishtu, dhe më dhanë, ti dëna volejbolin, që ke punë me ne, me se ishte puna, Tirana. Ishte puna ndoshta për të sëmua Shkodrën. Ishte puna për me damtu futbolin shkodran, se s'kishte rrugë tjetër. Dhe në volejbolin, në s'kishim punë me volejbolin. Në lanin pa shku atje, në lujtë. Shumë sulme ka pasur Vllaznia ndër vite. Ishte ndoshta mënyra vetme për të ndaluar? Ja kanë sulmu shumë për.
kanë sulmu Shkodrën, edhe arbitrimet ishin, nuk në ishin favorin tonë, ma mirë në favorin e skuadrave kundërshtare, por Shkodrë s'kishin që me në bagjonim, se në Shkodrë afër ma mërmene që 90% në kohën tonë nuk kena ba humje. Unë në kena mujtë Partizani, Dinamoja, në ka ba mujtë edhe Lushja, e Durësi në ka ba të regolla. Por në përgjithësi 90%. Kush ishte ekipi që ju hapte më shumë punë në atë periudhë? Në atë koha, Partizani herë që ka kënë ekipi kompletun, ka kënë, Kavaja ka pas lojtarë shumë të mirë, Nëru, Vlona, me gjitha Gjiu. Berati ka pas atë Zion, ja, e ka pas e ka marru emrin ati një sëmus shumë i prekaditën ishte edhe gore shenus, edhe kumtarja ka pa gërmu. Tanë kanë pas ekipet, kanë qenë të forta. Tanë qitetet kanë pas ka 1, 2, 3 lojtar titullar. Por Partizani ndoshta më i forti. Partizani ka gërmullu atjerë asët. Mori Sababizin, 3 vjetë e majti, mori Zenragamin e majti. Luajte kundër Sabahit? 2 vjetë, Selamidanin, afer 2 vjetë, Ismet Hoxhen. Gjithë më të spikatur. Rrit Pukan Ndurç, e sati dikun tjetër. I merte këta kokrët e i qotën e për rrida, gjaja për minimu ekipet, për njënë e damtoshi, shkotën e damtoshi, pa tjetër. E luajte kundër Sabahit, kur Sabahi ishte me Partizanin? Unë kam luajt me Sabahin 3 vjetër është kundër ati. Ishte vështirë? Sabahi ishte i pa përmaqëm për zatën. I kam shku i gjithë këtë brapa, a i kishte një hap, që se kishte kush. Në kohën sa shkoshe për mira topit, a i paf me maje këpucit, e se dhe i metër për para. Ka pas një titular. S'ke që vetë ka fol, i madhi Bakenbari për te. E kishte fotografinë e Bakenbari në shpit ti e kam pa, alemet litarit e Bakenbari, që ka fol për Sabavizin. Shumë e vërtet. Pra, nuk ka nevojë me fol kush. Ndoshta futbollisti Shkodran më i mirë i gjitha kohërave. Shumë mendohet. Sabavizin mendohet që ka kenë Panajoti i shpejt ka bën, por si ky ka pas. A ti po thua që është më i mirë i gjithë historisë Shqipërisë? Ka pas. Edhe ka organizuar sulmin, por edhe ka bën gola. Ka bën edhe gola, ka kenë një lojtar që e djali mirë e tana, fatkeqësisht ka jetë ma të syrë dhe të shijote i fije. Në vitet e fundit. Vitet e fundit. Po ato emocionet profesor, kur u shpahet kampion, kur fituat kupa, sepse ishte një frym tjetër, kishte një tifozëri tjetër. Aja këthajsia më madhe ishte që Rame Kavajën të me 7-15 dit, që bani Zenragami. Si e kujton atë ditë? Atë më ka thane aji që ka shit biletat. Dhe rofët kam shit afer 18.000 vetë kanë kënë thët atë ditë në stadium. Dhe më thonë edhe, ti nuk e më në stadiumin e vjetë ka pas një kanal atë e një. Aty janë fut të rritë ma të eber, mush gardhi. Atje ka kënë një koridor, edhe mur në plepa gjithkun, verament ka shit, po ata thët kam shit 18.000 bileta. Se si kanë naj njerëzit atë ditë, shumë në Kavaj, fjetë me ndurës atë ditë. Prej Durësit e shumë në Kavaj, mosha, fushë vjetër ishte, ishin pa ba stadiumin e rjetë. Pom loja, po vini hangër në duket, një gol prej lërkë, se a i ndeshë i dikundve se në abanin i gol prej lërkë në abanin, edhe i gol afer aty se kush e bani 2-0, a ditë kam lujtë gati ta në lojnë, në rej gjoda, se u vrada, tash mas 15 ditit dhe të vishin Shkodër. Mirë po, ishte ekip i mirë, në me thuj rezultatin 2-0. Shumë e vështirë. Pa, gërmulloshin ishim, gërmullu më aty po ka njësi hotel i vogël në tribun, se më në mendi aty kanë pa ba, ja 4 dhoma për me fjetë lojtarë.
aty kena kanë gërmullu, me hangër hashim klub. Arri dita ndeshës. Atë ditë bani Smiti një sprint, edhe e prenin edhe penalti. Po, tanë qurin kamera. Ardi mjeshtri, mjeshtri duhet me thonë Zemragami, që s'ka bankush një leshe me gjujtë 7 penalti. Se i njeri Zemragami, e kishtë atë kam të edukume, e majtas, djaftas. Gjujtë i penaltin e parë, gol, pjesë dytë, për edhe i penalti tjetër, i ra me gjujtë i qesku, i ra me dorë, se që të himran, se portieri ishte i orëzum, edhe i penalti tjetër, pap, kara tjetër, 2-0. Shkaj, punën shtesë. Sa shumë i qetë, i dhe i Ragami. Shumë i qetë. Po me pushim, se ishte i pushim, mos i maraj loj aty, pa hinë fush, ru me portat, s'mujt me ba ma gol, për fonda i shtesa ishte gjysorit, 15, gjujtje penaltive. Tensionet maja, tani i kalabaj këtanit. Paf zani gol, paf merhori gol, paf zani gol, paf merhori gol, zani bani 4-tin, ata kishën me ba të 5-tin, ja priti Paulini. Paulini një portier që lujti atë ditë shumë mirë, të është ishte puna zanit, paf zani me tërë. Një bërëritje, një mrekulli, na i helshin karameli se shëtit me në përpist, hell karamele, tifozi, tifozëri, e jeshtë zakonshme, një knatësi e madhe, edhe në banin ceremonin, ishtë atërë sekretari parë Prokop Mura, edhe në dha dorin, aty në resht. U fut mërmërën dhe shkuve në përshpia tanë, atë ditë, s'kishin që me fjetë madhë, e mu pregatit atje për kupën, po në adene unin, shkuve. Do shta ka Na qunin atjerë një 13 ditë në duket, 14 ditë në Romani ndeshje misore, për me në alerguat cikletin. Për qef, do shta. Da, ndeshje misore. Ishte peng, ju kam bejtë të penga jo që nuk shkuat luajt jashtë. Me lujt me Rapidin. Një emër i malë, Rapidin. Erdhe tjerë ma vonë, më shekin e lona. Austria vjetë. Erdhe i skadere. Austrisë ju dalin të 2-0. Atje na banin 4 me 2-4 të rëtë shumë më kujtoj në eliminonin. Po qëfar do thot profesor Vllaznia për ty? Një jetë me gjyët kuqe blu. Vllaznia dhe Shkodra. Vllaznia ka element, që të shi unë edhe nuk i jafë për e emë, mërse rrinë ty në ru, fut njëri, fut jetin, a gudene për para njëre, jena njofë fill, por të është avishtirë dhe me njoftë, por kjo Di Martini ka... Jo, po them për ju personalisht pa kaluar të Vllaznia aktuale, për ju si ndjenjë, si emocion, ishte Vllaznia gjithë shka? Plotësove një ndër... Kena dash shumë, Vllaznia ka kenë, për kohën tonë, thëmë që si vjen maja, se të është janë nëryshe, të është janë të ardhën, nuk është maj që kena kenë tonë Shkodran. Këna si e madhe shumë. I kujtëm besoj me nostalgji ato vite. A si do mos kur bashkohesha me shokët e brezave të kaluar. Na kanë vdek 4-5 vetë, 4-5 vetë i kena jashtetit, me trajnjere, me tarë një 9 vetë na banë që nuk i kam fotografi. Me selamin që i patë me këtë 83 vjetorin, o kënajshme me te, a ka një litarë që i gole shenus, nuk i ka lanë gjama në din zheks, i ka përdorë edhe kamen, edhe koken, selam i dani. Po të trajnjer këtë do veqoje ndoshta si më të veçantin që kanë dikuar më shumë të këti? Trajnjeri Shkodrës, trajnjer më të mirë se Gjydet Shaqiri, në të kohë nuk ka bazë. Ka nërë trajnjera shumë, që thëtë Ziliqova kam nëru Zevenca, edhe trajnjera gati 100 e samur. 176. Di qa kështu, pëtëne, se s'pa di numërin të mandë,
Mene mendë, kurse Gjede Shaqiri e majti 13 vjetër është. Po trajner më jetë gjatë. Trajnerve gjatë, ishe trajner serios. Ai që kishte marru shkollën në Bullgari e ka pa marru. Ma ata që ka u monote me ne spjegu, me ne... Shumë i dashtë, shumë. Për të kaluar në fundin e karrierës, do shta si e mbyllë, sepse e di që pësove një dëptim. Vetëm tani ishte ka appendiciti, se mund të losh edhe. Më tha profesori, hajde se po shkojmë razim kena gjana të zeta me i vunë këtu, se ishte plaga, pa u mëllë. Shkova në shien na qunin atëherë, se ishte pa Vilipoja, ne me ja 15 ditë, më kurun në rane në plazh. Atëherë ishte për me shku në razim, unë i thash nuk do marrë ma, i thash, e mëlla. Mund të losh edhe pak parë, thash, ma mirë pa mëllë karrierin. Sa vjeq? Ka për keni 29 vjeq. Po i përso. Mund të losh edhe i vjetë, paka 2 vjetë mund të losh. Doshe se e hashe me teknike, me shpejtësia, këpëtën e, kja ishte. Po besoj se nuk u pendove, bravo. Ja, ma qarë, fillova atërë punin teme, zenade në kishe marangose, shputa, atërë kena lujt, me veteran, kena lujt deri 50 sa vjeq. Po. Kena pas ekip mirë, veteran, kena shetit në tanë, edhe në Podgoricë nga kanë qu, kena lujt në Cetinën, në Podgoricë aty, me veteran, ishte knajsi me veteran me lujt. Kujtoj e rinis. Atjera, u la dhe ka punë. Po pse nuk u përkushtove ndoshta tek trajnerët apo tishe tek pjesë e klubit? Edhe mund të shkoshe, se shkaj e se të rakishi, se la paramet, shkaj trajner në Durrës atje, bani një kurs një vjeqar në duket, edhe mori kategorinë e parë e sati. O ndoshta mund kishe marrë kategorinë e dytë, por si që tha që kishe të lashet e familjes, ja shpia, dhe ka pas zenadin. U tërhoqen nga futbolli. Për të kaluar edhe tek vazhdia aktuale, por para se të kalojmë aty, shpreh një falënderim për sponsorat tanë, Shimaj Milk Produkt, Gushta Events, Kuçi Transport dhe Mishte Shemsi me dyqanet e tij tek Zigzaku dhe po ashtu tek Begjisteni. Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shimaj Milk Produkt, Kuçi Transport dhe Mishte Shemsi. Profesor, për të ndalur ndoshta pak edhe tek vazhdia aktuale, jemi në një atmosferë festive, 107 vjetori i klubit, muaji i themelimit të klubit, emocione shumë besoj, para pak ditësh ishit edhe në stadium. Ishte kënaqësi e madhe, që morën 107 vjetori një koktej që aty, nuk majti kush në i gjanë, në i fjalim në i gjanë kështu, por biset miqësore me brezët. Ja, bukur ishte me kujtu 107 vjetori. Futbolin në Shkodër është afër 1956, ka lujt futbol. Bese kanë caktu i këtë datë, 19. Pra, po thua që është me vjetër se 1919. Kanë lujt lujtarët vjetër, të është i emnet e tyne nuk mund t'i majnë mënd, por që kanë kënë do të Tahiri, bari i Kavaja, që kanë kënë Ernest Lopjani, Mus Hoxha, që kanë lujt para shirimit ta, Loro Borici, këta që kanë kënë filestartë, dhe më dhanë këta kanë zëvënsu ata lejtartë që kanë kënë, se i shafat në stadium nuk njaf përveç Ernest Lopjanit nuk njaf kërkën. Te ka të fotografit? Kanë fotografijet majat, jenë në të hodhin e katit të retë, edhe të katërt janë atë fotografinë, për nuk njaf vetëm Ernest Lopjanin, se nuk i kanë vunë së emna, mi ditë se kush janë. Me da këpuc të rasha, me da spaga, të lidhë që kanë shtërmum, me mendër terreni, fusha vjetër ka kënë mizerabil, ti se kujton fushën e vjetër. Jo kushte sot. Ja, ka kënë gjysa, ka kënë me gurë, me zhavër të vogër, një pjesë ka pas barë, unë kam kënë 7-8 vjetë që kam shku mi pa, Muhammed Dibrin e prek Gjeloshin e që kanë kënë ta. Duhet me përmendë shumë emra, mërë janë harrutësh që kanë lujtë në... Janë shumë breza, Sa ishte të u banë stadiumi që kanë lujtë. Atëherë në 53 më duket është inauguru stadiumi. Atëherë fillaj
futbolli disha me marri farë ngjyrit që terreni i mirë. Po në i 107 vite ka fituar pak kampionate Vllaznia. Vllaznia dasht sa ka kenë kohën e përpashme, se me thonë, jetë është në demokraci, nuk në ka lanë me pa herë Dinamo Dhe Partizani. edhe Partizani herë. Ai të merrte lojtarë më të mirë, ai merrte lojtarë cilësor, pak edhe arbitrët kanë niku, tifozëria, sidomos kur kena shkuar me lujt në Tiranë, kena pas shumë të vështirë me lujt me ata ekipe. Partizani kishte marrë lojtarë prej tanë Shqipnijet. Ta kanë kënë ekipe të forta, që me thonë. Po në demokraci ndoshta kur u thye sistemi, sërish pak tituj ka ekipi. U mundunin kohën e Meftar Çelës me ba ekip, edhe mori i kup, duket mori. U mora dhe kampionatin në 97 në 2001. Në 2001, mori këta, që me thonë, ishte një president i fuqishëm, edhe e majti, a i nështë dhe të matë edhe, pa i nulli e fatkeqësi, mund të matë edhe matë epër, i ka trajtu mirë, i ka pagu mirë, futbolistët, edhe blete lujtarë të mirë, i afrote, sa qej, atjera, erdhe një mas një atjerë të zëvënsu, ja fusha, ja këta, ik një, hajde një, shka, fillaj Vllaznia me... 25 vite pa titull kampion. Pati, vetëm kanë marrë 2 kupa sporti, tashti duhet me i vonë rëndësi të madhe, tashti konditat i kanë, mu të rejtojnë, nuk e di se sa marrin shpërblime a pune atyne, por ata hajni direkt të mirë aty, a thonë doktor Qoba, i pyeta ditë, a hajnë direkt mirë, a hajnë 2 fakta, ja thonë 1 fakt hajnë. Konditat i kanë, tashti duhet me dhanë vetit, që të mos në Shkodrës duhet me në asnjë mënyrë për me majtë titullin. Ska, jashtë atëhera duhet e pas kujdes, edhe jashtë duhet me fitu, të shë kanë me lujtë me atë, të që e ka aja atje... Bylisin, ba, të qëtë punë atje, Bylisi. Si da që tjenë, ata nuk duhet me humë. Makar e barazimin duhet me pas. Për me dalë kampion, një barazim me ekipe që janë kështu, që të qesin punë, është i nevojshëm me e marrë dhe, por këtu i hera, këtu s'duhet me humë. S'duhet diskutuar. Me rasin kështu, që na bani gole ja, thash për dhëtën, pana ikon pikë që të banë edhe gol tjetër më borë, se qaraditit ekipi. Mirë po, për fondoj, shansi më dhoj me banë të golin e i. Do daj. Këdha, hece pa di? Do daj. Ata pretendunin gjoje me dorë, pa s'ka kenë falë. Këtë do të veqoje ndoshta disa emra tek Vllaznia aktuale, që të pëlqenë? Është kë, mërëj si Gorishta. Ban falla, por ka një diapazon gjanë. Ju kujton do kënd në të shkuarën, që si mbrojtës i fort? Mbrojtës i fort ka kënë, a i kuj ka zëvënsu Zmianin, se Zmiani ka sëlmu, ka është dalë në fort, edhe kuj ban gola, bani atë ditë me kry, bani i gol të kry vepër, dhe më dhana e lejtarë që edhe më projt edhe sulman, dimon sulmin. Krymi është një mesfushori mirë, bala ma dhije që është i gole shenus, që stafal kur i ven. Janë atjera i Savaku që është i harapi, që ka i Braziliana, Këta përrojtë se dikena, mirë, këj Gjini është një lojtar potent, një lojtar që në ajrë hyrë, sidomos, i kap gjithë topat. Kush është në rolin tuaj aktualisht e Vllaznia? Që luan paka shumë? Duket kë male i livis me sfoshor i let, se edhe unë kam keni let, 69 kile. A i male qenë me edhe, tek i livis gjinët gjithkush banë edhe gola. Pra, male ndërkrasoje pak me vetën. Lejtar simpatik. Po, për dyshen Martini, Sinani? Tashti... Trajneri dhe drejtori. I njeh mirë të dy.
me marrë të shi, na u dëmtumi në kohën e kur Martini ishte me Durqin. A i mend hate buka ty, merte rogën e tana, na kishim, ishte edhe faji jonë, se na kena afër 11 pikë në kohën e Beradriqin. Që ka pas e Beradriqin. Berdariq. Pa pse palen, pikë mës piket, dhe me shku puna për me marri barazim në atje, si ka shku kërkuj mendja. I vetëmi kampionet që në ka ikë për dush, kja ishte. Pse iku për dush? Se Firi i lëshej porten, mund t'i bante 2-3, pa i bani i lëshej porten me bani 6 gola, se ishte frika më zbajmë në gola, pa në smujshë me bani gola. Për me arrit, kja ishte dhe me thanë qino. Kur në kohët tonë, e kena lanë Firin në kategorit parë, se ju do të barazimi. Si tash se arrej, tanë tifozeria e Firit, a qunë kam të bërtit vllaznia. Bate gole se të rakishi. I falet barazim. 3-3 në da, pa të kalëzëj. Edhe bani edhe Ismet Hoxha 2-1, banin 2-2, pra pesatim duket, esati a Ismeti banin edhe gol 3-2, po për tifozeria tyne vllaznia. Si tash unë hapa durt, i thëm drejtova, ka gjëtet shaqiri. Që me ba, i bani me dorë, më dhënë sigur, bani qatë dënë mo, që i në 16, Selman Cokali, neri Selman Cokali, i qohet shenë më ti Solmusit, pedhanti. Vetë pedhanti ishte balti, ishte të reni vështirë, Paulinin port. I ka kënë i rallë, kë ishte emocione, kë lujtari, kë zdinit që me ba, ja hedhë. Mi qunë që gati nërë, Paulini e kap, edhe ja shtynë edhe herë, edhe banin gol. Vllaznia, të përtit i vëzëria, i këtë së të harraj kur. Në ashtrunin një banket, mas një mujt ku shku me anaj, në ashtrunin një banket, këtes, ka kënë emocionet maja. E la me Firin kategorit parë. Historie bukur, nuk e dija këtë histori. Do jemi kampion me muajin maj vllaznia, ta verë atë titullin e 10 në ju, ta qëndis. Kënaqësia madhe është në që se pa ecin, që me thanë. Ke besim personalisht? Është, janë edhe i fazë gjyshe, 12 javë. Shef, gjata janë, edhe janë të frikshme. Se na sërmojnë ne tanë, ma është, vllazin, zdiskutohet, por me kujdes, që do mas jashtë, ku losin do të pas kujdes të ma. Me ba një mërojtje, njëshu një mërojtje që ja me hangër gol, që hangër me këtë, që na banin të. Një këshill që do i jepje ekipit dhe trajnerëve. Trajnerët e din, Edi Martini ka stazhe, ka kënë edhe futbollisti mirë, a i bin ma shumë se tjertë, por ma mërë mendhe që ose ecin me këtë ritëm, ma mërë mendhe që janë drejt titulli. Ma mërë mendhe që kësa herë duhet të marin. Shala, nuk vrahen, se të shka dhe vrahet lojtari mirë, a i Bala një gjigant, është një lojtar që e një golin, do që me kam, do që me ko. A i teknikasht, par i ka dalëshëm. Nuk e ka golin e Bala. Nuk e, është larë golin. Ne kemi shpresin që t'jemi kampion muajin maj. Ma mërë mendja që me këtë tivozëri që pa ma ditë, musha e tribune qendrore se... Besoj se nga shiu duk ishte edhe më shumë, por... Ja, tribune o mush kërët, që atë tribunin Karshi e kishin mëllë, që edhe kohë e keqë, se ti ishte kohë mirë, nështë atë të kishte pas tivozëri edhe në Karshi. Por, e kalume që i mrekullika. E oroj që të ecin me këtë ritëm, mas marin e fori hajtë se është e rrezikshme. Jemi në momentet e fundit për sër, 2 fjalë të fundit për tifozërinë shkodrane që ka aq shumë respekt për ju. Tifozëria shkodrane është me vitet tana. Unë se arrej kur kena marrë kupen, kur u fut me mërëndë, që na hedhshin karamele të u sjellë në pistë,
Por edhe kur kena hi mula, aty kanë hi tifozët, kanë qa, aty mrend, kur hi me mushdesh. Një mrekulli, kur deshim me ba i gjiro, të kafja madhe, në apricin, në bashin, që një mrekulli e madhe, që i dha me Shkodrës, një mrekulli e madhe që morë me kupin. Shkodër e dënë futbolin, e ka dash dhe e dënë. Ka qitë talenta, ka qitë portjera, ka qitë lojtarë të famshëm. Konditët i kanë, na kena pas konditët shumë të vështira. Përveç që kena pas një klub që kena hangër 3 herë në ditë, këta hajnë një herë në duket, dere kena hajnë të mirë. Na kena hangër 3 herë në ditë, kena pas ushqim shumë të mirë. Por ka qenë thuaj sa amator futbol. Kena pas, na qoshin në për hotele, ka kena aty të herë në Shirok, kena fjete, herë të kafja madhe. Pa i keni pasur disa benefite për kohën. Kur ishte në shetëforta, na grumulloshin për të hotelet, gjoja për me majtë regjim. Pa pjesën dërmusën në Shirok i kena majtë dimnit. Unë të falenderoj shumë për so që ishe sonte me ne. Kënaqësi e madhe. Të roj jetë dhe shëndet. Faleminderit. Po ashtu dhe të festofsh për vjetore për çdo vjet për Vazin. Besoj që kena marrë nëse dalin për titull kampion. Patjetër, do jesh sërish i mirëpritur. Faleminderit. Ju falenderoj dhe ju miq të Sport Podcast për vëmendjen tuaj. Ne do shihemi sërish në mërkurë tjetër me protagonistë tjerë dhe me emra dhe emblema të tjera të qytetit dhe Shqipërisë. Deri atëherë miru takofshim. Ky podcast mundësohet nga Gushta Events, Shima Milk Produkt, Kuçi Transport dhe Mish Teshemsi.